e pranojnë Londër në takime bashkëdhënore, si tha është ka vështirë. Nuk është kollaj me bë qeverinë. Kështu që pyetja e parë, jeni në heshtje qetësi totale, a i keni numrat, a do të thotë kjo heshtje është heshtje e bisedimi për koalicion, edhe pse zyrtarisht ju kanë refuzuar dhe LDK-ja dhe PDK-ja. Zotja Bazit unë e tha dje, akoja tha nëse na bin, tha posën e kryeministrit, ta e diskutojmë, ta për ndryshe nuk jemi të interesuar. A i keni numrat, as i keni numrat? Jo, kjo qetësi është ma shumë qetësi Parastuhis. Parastuhis, edhe me këqyr ku jemi, për më ndaj edhe ata partnerët potencial janë të pa herë ku janë, çfarë llogarish mundet me bo. Është normale, i kemi edhe disa ditë. Ne kemi synu dhe vazhdojmë me pas synim krijimin e institucione, formimin e qeverisë, se me shku zgjedhje tash me njëherë, e tani me u rreziku prap me zgjedhje në fillim viti tjetër, është pak si shumë. Edhe, po me gjithat, nëse shkohet aty, na kemi thonë prej mujsh, tash që jemi të gatshëm me shku zgjedhje, s'është asnjë problem, u pa që në zgjedhjet lokale kemi dalë shumë mirë, shumë ma mirë se para 4 viteve, edhe bisedimet do ketë, deri momentin e fundit. Thatë, jënë të e pa edhe na dhe ata. Kërë thënë jënë të e pa edhe ata dhe na, lënë me kuptu që ka negociata. Ka negociata, zoti Kraku? Negociata, s'mund të them që ka negociata, kanë pas nis disa negociata para, gjatë blokades. Ato negociata, ka pas kohë janë restartu kështu,